Dolçea vendos të flas hapur me Limin dhe t'i thot gjithçka që ka mbajtur brenda. Biseda nis me një ton të qetë, por shumë shpejt merr peshë emocionale. Dolçea e shikon drejtë në sy dhe i thot qartë se nuk mund të vazhdoj kështu, mes paqartësive dhe situatave të pambyllura. Ajo i kërkon Limit që t'i jap fund përfundimisht gjërave me Albën dhe ta mbyll atë histori një herë e mirë. Dolçea shprehet se nuk dëshiron të jetë pjesë e një situate të ndërlikuar, ku e kaluara vazhdon të ndikojë në të tashmen. Ajo i thot Limit se është e rëndësishme që ai të jetë i qartë, jo vetëm me të, por edhe me veten. Sipas saj, çdo lidhje apo afrim duhet të jetë i pastër dhe pa hije të së kaluarës, përndryshe gjithçka humb kuptimin. Ajo vazhdon duke i thënë se nëse Limi dëshiron të afrohet me të, duhet më parë të mbyll çdo gjë me Albën. Fjalët e Dolçes janë të drejtpërdrejta dhe të vendosura. Ajo thekson se nuk pranon të jetë zgjedhja e dytë apo pjesë e një loje emocionesh. Për të, afrimi duhet të jetë i sinqertë dhe i hapur. Limi e dëgjon në heshtje, ndërsa Dolçea vazhdon të shpjegojë se pse kjo gjë është e rëndësishme për të. Ajo thotë se nuk mund të ndërtojë asgjë nëse ai nuk i mbyll gjërat me Albën dhe nuk i jep fund asaj historie. Çdo fjalë e saj duket e menduar dhe e mbushur me vendosmëri. Biseda zgjat për disa minuta dhe bëhet gjithnjë më e thellë. Dolçea i tregon Limit se nëse ai e do vërtet afrimin me të, duhet ta tregojë me veprime, jo vetëm me fjalë. Ajo i kërkon qartësi dhe vendime të prera, sepse vetëm kështu mund të ecin përpara pa tensione dhe pa konfuzion. Atmosfera gjatë kësaj bisede është e ngarkuar. Banorët e tjerë ndjejnë se diçka e rëndësishme po ndodh, edhe pse nuk ndërhyjnë. Heshtjet, shikimet dhe pauzat mes fjalëve e bëjnë momentin edhe më të fortë emocionalisht. Dolçea qëndron e vendosur, ndërsa Limi përballet me kërkesën e saj të drejtpërdrejtë. Në fund të bisedës, mesazhi i Dolçes është i qartë. Ajo dëshiron që Limi t'i jap fund përfundimisht lidhjes me Albën, t'i mbyll gjërat me të dhe, vetëm atëherë, të afrohet me Dolçen. Ky moment shënon një pikë të rëndësishme në marrëdhëniet brenda shtëpisë, duke krijuar tension, pritshmëri dhe shumë pikë pyetje për atë që do të ndodhë më pas. Ky episod mbetet i fortë dhe i ndjerë, sepse tregon qartë se Dolçea kërkon qartësi dhe vendime të prera, ndërsa dinamika mes banorëve vazhdon të ndryshojë dhe të sjellë emocione të forta brenda shtëpisë së Big Brother.